Pasi ta dëgjoni këtë lajm nuk do ta pini më kafen me qumësht. Kombinimi i qumshtit me kafein ka një përdorim të gjerë pasi jep një shije më të lehtë dhe njëkohësisht më të shijshme. Por në fakt, sipas një ulumtimi, ky zakon ka efekte negative në shëndet. Nëse ju e konsumoni kafen tuaj me qumësht, duhet të hiqni dorë sa më parë për këto arsye. Kombinimi i kafeinës dhe kazeinës, proteina e qumshtit krijon një mpikse në stomak, të cilat janë shumë të vështira për t'u tretur. Kështu që jo vetëm që kafja me qumësht nuk bëhet më e lehtë, por gjithashtu mundet që të shkaktojë edhe intolerancë. Qumshti në fakt shkakton sekretimin e kalciumit përmes urinës, ndërsa rrit sekretimin e kalciumit në zorë. Kafja e thjesht nuk përmban kalori dhe yndyrë. Kur kombinohet me qumësht, rritet numri i kalorive dhe yndyrave të panevojshme që konsumojmë.